se mos konstruimi i kuvendit në fatin 30 ditor, ashtu që ka vendosur gjykata kushtetuese me gjykimin e saj, është shkelje e procedurave kushtetuese. S'ka dilema aty. Është çështje tjetër çfarë efekti do të prodhon kjo shkelje, është çështje tjetër që do ta vlerëson gjykata kushtetuese nëse dikush nga palët autorizume, sipas ligjit me gjykatën kushtetuese, i drejtohet gjykatës kushtetuese pas nxjerrjes së një akti juridik nga ana e kuvendit. Ne nuk kemi ende akt juridik nga ana e kuvendit. Jemi në proces të formimit të kuvendit, i cili është ndërprej e është desh të përfundon. Aq më tepër, nuk po emitojnë tash atë metodën e vitit 2025, kur çdo 48 orë janë të bu edhe për me zgjedh kryeparlamentarin dhe ta zgjedhin kryeparlamentarin. Do të thotë kanë stopu këtë çështje sepse kryeparlamentarin mund ta zgjedh partia në pushtet me votat që i ka, edhe mund të diskutohet më të tjerë për presidentin, edhe ka kohë të mjaftueshme për presidentin, edhe 12 ditë tjerë kushtetuta jep mundësinë zgjedhjen e presidentit. Por pse është ky ngërç, pse është kjo ndërprerje, pse është ky afat shtesë, pse është ky afat shtesë si kërkesë e Zotit Kurti edhe ndërprerje e seancës kuvendit nga ana e kryesuesit kuvendit Zotit Dehari, mund ta dinë vetëm Zoti Kurti çka është të ndodhur. Ai mund ta dinë pse e ka bërë këtë kërkesë. Për mua këto procedura janë shkel edhe si të tilla, çfarë efekte do të prodhojnë, do ta vlerësojnë vetëm gjykata kushtetuese nëse të ketë një kërkesë në gjykatën kushtetuese, por gjithmonë pasi të konstituohet kuvendi, sepse pa u konstituuar kuvendi kemi vetëm para gjykim, s'mund të themi diçka. Mirë po apeloj edhe po them se lidert aktualisht që të diskutu, Zoti Abdi Gjiku me Zotin Kurti, sa më shpejt për të përfundojnë to e të japin një zgjidhje institucioneve shtetërore të vendit, ndryshe jemi të humbur për çdo ditë të më tepër. Çdo aspekt, edhe në ekonomik, edhe juridik, edhe kredibilitet, edhe gjithçka tjetër. Unë nuk mendoj se jemi të shu përpara në këtë drejtim si shtet. Jemi të devalvu institucionin shtetëror. Jemi të dobësu shtetin në arenën ndërkombëtare. Jo e patë çka na tha dhe Diego dhe tash me këtë vizitën që tha. Mund tha sa më shpejt tha zgjedhni presidentin. Hesni përpara. Ka thirrje të vazhdueshme në fakt në këtë drejtim. Po. Se Zëgjiri krejtësisht